kandidat i Partisë Mundësia në pjesën e tretë të programit. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. Ethet e fushatës ju kanë bërthyer edhe juve, apo jo? Po patjetër, gjithmonë më pak orë gjumë. Aq më tepër që dilni në rezultate të këto sondazhet paraprake, dilni me rezultate deri diku të kënaqshme? Patjetër, brenda atij. Ju ka motivuar kjo? Po patjetër, brenda dhe atij objektivit që ne e kemi shprehur, që kemi thënë që jemi me këmbë në tokë, dhe mendoj që noto që u shpalltu në 24 i ra në kokë. Pra ne sot jemi forcë e tretë, shpresojmë të bëjmë një grup parlamentar pas zgjedhjeve të 11 majit, në mënyrë që më pas kemi mundësinë për të bërë një opozitë të vërtetë në parlament me këtë grupin e deputetëve. Ju jeni duke bërë fushat elektorale në Tiranë. Në Tiranë, dhe rrethinat e saj, apo jo? Të gjithëve i kam pyetur nëse kanë një zonë influence, pra që presin nga ajo zonë të marrin më së shumti vota, jo se nuk bëjmë fushat në gjithë Tiranën edhe në gjithë qarkun, po. Ju e keni një të tillë ju si Herald. Më thënë, edhe ne brenda partisë sigurisht kemi ndarje zona për të punuar më shumë me strukturat tona. Unë po punoj pak më tepër në zonën e Kavajës dhe Rogozhinës, se ka nevojë për një vëmendje më të madhe atje. Çfarë mungon? Po aty ka ndjenja e frikës dhe ndikimi i pushtetit është shumë herë më e fortë, pra sepse është një zonë që pak a shumë është periferi, sërish edhe pse me Bregdet, po një zonë e varfër, që edhe pse ka një numër të vogël votash, po themi rreth 30.000 vota nga 500.000 që ka qarku i Tiranës, ndikimi i kandidatëve të pushtetit, ka disa ministra që punojnë në terren atje, që punojnë fort, Kavaja është të mbushur me banderola elektorale, dhe frika tek njerëzit ndihet, pra ndjen një lloj presioni dhe ne kemi vënë edhe në zgjedhjet e të kaluara që gjithmonë në këto zona, veçanërisht në Kavaj, ka pasur një betejë të fortë elektorale. Ju ofroni mundësinë, apo jo? Mundësinë e përmirësimit, mundësinë e ndryshimit, mundësinë. Si kuptohet kjo nga njerëzit? Si ja shpjegoni juve? Sepse Ola, ne u themi të vërtetën. Po të shikosh të gjitha partitë e tjera kanë hapur thesin. Do rrisim pensionet, pagat, do bëjmë rrugët, askush nuk thotë ku do i gjejmë paratë. Ne nuk themi këtë gjë. Ja, thonë, shpjegojnë, thonë që do kenë, për shembull demokratët thonë do ketë një rishpërndarje tjetër të parave. Nuk do t'i shkojë më shumë infrastrukturës, për shembull, po do t'i shkojë. Nuk mjafton sërish. Plus, edhe sikur ta bësh të politikë për një kohë të gjatë, atëherë ku do i gjesh paratë prapë, sepse buxheti aq është. Ka vetëm një rrugë se si zhvillohet ekonomia dhe mirëqenia e njerëzve, është biznesi të ecë sipërpara, vetëm përmes sipërmarrjes. Kështu zhvilluar perëndimi. Dhe këtë është ajo që propozojmë edhe ne. Dhe ne themi minimalisht mund të përgjysmojmë taksat, mund të kërcejmë 1 miliard euro nga shpenzimet që bën qeveria për administratën dhe shpenzimet të kota, dhe ekonomia mund të marrë frymë. Ne flasim për një ekonomi të kapur, në pak duar në monopole, ku ndikojnë gjithë tatimorët, doganjerët, dhe nëse ne e çlirojmë ekonominë, atëherë do ketë një rritje të madhe të ekonomisë. Kjo është rruga e vetme. Fundit shqiptarët janë njerëz punëtor, janë njerëz ambicioz, kudo në perëndim kanë çar, sepse atje kanë gjetur mundësitë. Nuk u shkon shteti në kurriz, përkundrazi ai ka në krah. Këtë gjë duam të bëjmë edhe në Shqipëri. Pra është shumë e rëndësishme që shtetin ta shikosh si një lloj partneri dhe jo si një lloj kurrizi, sepse ne dimë që qeveria vendos se kush pasurohet dhe kush jo. Kush do të punojë dhe kush jo. Ne duam ta sfidojmë këtë gjë. Dhe për të thënë njerëzve që nëse ne duam të zhvillohemi ekonomikisht, të rrisim pagat, dhe rritet vetëm përmes punës dhe përmes një qeverie të vogël. Kjo është thelbi. Qeveri e vogël? Po. Për të përballuar gjithë këtë popull? Jo, ka një gjë. Sot qeveria është e madhe në çfarë sensi? Vetëm të shpenzimet që bën për administrat, për tendera, por edhe për gjithçka tjetër. Qeveria vendos se kush do marrë lëndërtimin, qeveria vendos kush do marrë licencë, qeveria vendos se kush do bëj tregti, vendos gjitha qeveria. E kishit se vetë fjala, në qartë. Duhet ta vendosë njerëzit. Për shembull, nuk mund të orientojë qeveria tregje të caktuara dhe ato pastaj presin vetëm nga qeveria. Ola, po shikosh listën e 100 kompanive më të mëdha sot në Shqipëri, 90 prej tyre kanë lidhje direkt me qeverinë. Jemi i vetmi vend. Iniciativa e tyra, iniciativa e di biznesi se si zhvillohet ekonomia, se kush ka prioritet. Ne kemi marrë me shembull. Ka një shembull ideal në Shqipëri ku qeveria për arsyet e veta ka qëndruar larg, nuk është marrë. Është gjithë industria dentare apo industria së bukurës. Sjellin me mira turistë në Shqipëri, sjellin 10 miliona euro dhe këtë kanë bërë nga iniciativa e tyre. Nuk u tha qeveria investoni këtu, jo e din ata vetë. Për shembull, në turizëm qeveria më shumë po prish punë përmes lejeve që po jep, përmes grabitjes së tokave. Përkundrazi njerëzit dinë vetë, jepën mundësinë, sepse të gjithë e dinë se ku lëviz paraja, ku lëviz mundësia për të bërë biznes edhe për të bërë para.
Kjo është E thelbi. kuptoj, pra do t'i lini njerëzit më të lirë, po thoni, T'i lëm njerëzit të lirë. të vendosin. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të lihen të lirë të punojnë. Kush ka dëshirë të punoj, të mos e shkoj që të nesërmen sa hap një tim të shkoj inspektori. Dhe ne e themi që kushdo që hap një biznes, 3 vitet e para mos ketë asnjë kontroll nga tatimet. Se çfarë do kontrollosh ti në fillimet e veta? Lere, ai shqyr ka iniciativën për t'ja dalë vetë për të punuar vetë. Ne i çojmë edhe inspektorin që t'ja marrin frymën. Pra kjo gjë duhet ndryshojë në Shqipëri, është dhe çështje mentaliteti, që ne themi që vetëm përmes biznesit dhe iniciativës private mund të zhvillohet ekonomia. Po thot qeveria do e shkatërrojë. Ashtu siç ka treguar këto 30 vjet. Ola, këto 30 vjet, Shqipëria sigurisht është më mirë se çka qenë, patjetër. Po ne vazhdojmë të jemi dhe ende vendi më i varfër i Evropës, me metarëm të ulta. Dhe kaq sa është zhvilluar nga vetë njerëzit, nga puna e tyre. Nga fakti që punojnë nga mëngjesi në darkë. Nuk i ka pasuruar qeveria. Qeveria vetëm i ka prishur punën. Ato punë që ka dashur të bëjë qeveria janë mos më keq. Sa janë pagat, sa janë pensionet, se fundi janë këto detyrat të qeverisë. Nuk i ka bërë mirë pra, sepse ka qenë qeverisë të cilat në thelb kanë menduar vetëm për vetë interesat e tyre. Ju jeni partia e mundësive, partia e kohëve moderne disa